për mbrëmjet vitit të ri kom shku me përcjell çka bëhet shtete normale. Në pjesë thjesht me shku me polic me festu, me ja festu vitin e ri, edhe pse unë nuk jam fort adhurues i vitit të ri, po në kull në qendër të kulturës Kadri-Kadriu, fishek zjarrit i dhezim, çdo ka kaluar traditë edhe pe atjeshit kem shku institucionet, edhe besoni që 2 vite me radhë kujdestari në gjuhën serbe kanë qenë policë atje. Po kthehet politika, si miqi u bo në kryetari kuvendit. Po kthehen edhe prokurori. Gjitha segmentet kanë më kthy dhe të kthehen. Edhe këto. Edhe problemi është edhe i kthimit. Nuk më është mohia të sin kafe herë pëlqej punën e po kthena. Jo, po kanë më kthy ata që kanë plotsu kriteret, edhe ai që është më kthy. Ne, shteti i Kosovës, duhet të ofroj pakot qartë të tranzicionit, që nuk i mohon të drejtat e tyre. Askush po thëtë me mbyll shkollat, milon fëmijë në rrugë. Qysh neve na e kanë bo. Që ku shkolla, që ku i ki mundësit, që ku buxheti, që ku janë procedurat, që ku janë procesi i transformimit ose tranzicionit prej sistemit paralel, që nuk e një shtetin e Kosovës, duke e respektu krejt drejtat, krejt mundësit, kjo lyp shumë komunikim me faktorën ndërkombëtar, me eliminu mundësinë e viktimizimit që është din me përdor politika sërbe, si kur na po i bun presion, si kur shteti Kosovës pjojnë hak, që po i ndjek, po i përndjek edhe atë kartën e viktimizimit me konsumu. E qysh të but qartë, të komuniku edhe me banorët lokal, po edhe me faktorin ndërkombëtar, që ideja nuk është mja mohu të drejten, po është ideja që mbranda shtetit Kosovës, ku kemi një kushtetut, edhe një par ligje që duhet miro ta mund gjitha komuniteteve, qysh i bjen bosnjakve, qysh ashkalive, qysh iranve, qysh egjiptazve, qysh turqve, qysh shqiptarve, dhe më thonë duhet miro ta mund edhe sërbën në veri. Prandaj, ideja është, Jashare, si të bindet një prind në komunën e Mitrovicës Veriut, Leposavicit, Zveçanit, Shtërpcës, ku do qoftë, me dërgu fëmijën e vetë në një shkollë, ku mësohet historia e hartume prej librat që pranohen prej institucioneve të Kosovës. Mësohet harta e Kosovës, kur të mësohet geografia. Si të binden këta qytetarë, po si të binden edhe mësimdhënësit të aplikojnë për këto konkurse që ta respektojnë këtë kurikull. Sistemi i shëndetësisë është pak ma ndryshe, për shkak që ofrimi i shërbimeve shëndetësore s'kan ndikime ose politike, është njëjtë, është metoda njëjtë e trajtimit, shërimit, por sistemi arsimor është pak ma ndërliku. Për procesin teknik, kush i regruton që ta mjek, kuj na japin llogari, edhe si funksionon, kush i pagun, kush i merr punë, kush i çetoj punë. Arsimi është pak ma ndërliku. Është një problem që do të zgjas, nuk është një diçka që ndodh shpejt. Po, ajo që ka unë mendoj, edhe pse duhet një studim bukuri thellë për këtë pjesë, duhet komunikim i drejt për drejt, duhet fushat informuese, agresive, për mundësi që i ofron shteti Kosovës që ata të përfitojnë të drejtat, njëjtë si kur tash që i kanë, përveç që tash i kanë ilegalisht edhe si duhet legalizohet, njëjtë që është ndodhe me procesin e targave, e që është ndodhe me proceset tjera që ndodhen, duhet. Po, ajo që ka nuk guxon me ndojën e shteti Kosovës me bo, është që të ndërmarrë veprime, duke pasë drejtën legjitime, ligjore, kushtetuese për me shtrisë sovranitet në atë pjesë, edhe me integru, me eliminu strukturat ilegale që janë atje, me vendos brenda sistemit, pa një komunikim edhe me banorët lokal, po sidomos me faktorin ndërkombëtar. Duhet të insistohet me ngulm që faktorin ndërkombëtar ta bindim që e kemi një program të qartë të tranzicionit nga jeta paralele legale që e bojnë atje, brenda sistemit, duke ofru pako edhe stimuluse, në mënyrë që ata të binden që përfitojnë mjaftueshëm e krejt që ka mbetet pastaj, duhet ke aspekti i sigurisë që aty në qytetarëve